Fshat që prej kohës rëmbëllakëse tek ne ka qenë një fshat historikisht I mirë. Edhe ka dhënë shumë për këtë vend, se unë kam qenë dhe I plegun gjatë luftës. Gjë më vështirë ka qenë ajo, se ka qenë një rast si kemi rënë prit, kam marrë një plagë të rënë, po për fat mirë kam shpëtu. Aty mu ka vrarë djali Hoxhës, edhe një nepi I një fshatit tjetër më thënë. Po shumë mirë, veteranët edhe invalidët janë me ana shumë edhe. Edhe pse njerëz për shumë kritika janë bo shumë veteran, jo të rrejshëm, në rregull janë bo shumë. A mund të hiqin ata, s'mund të hiqin. Por kur s'un kam hiq. Po këta që janë të vërtet, ku do të jesin? Si po kalon? Mirë shumë. Prej kajt ju kem? Ne jemi për rrethit Sarikës, fshatet Rrethit Vllaz. Një fshat që unë e di ka dhënë shumë. Një fshat historikisht ka dhënë shumë për këtë vend. Po tash kjo histori e gjatë, po më fol për to, po me pika të shkurta mu më folim diçka. Një fshat që prej kohës rëmbëllakëse tek ne ka qenë një fshat historikisht I mirë. Edhe ka dhënë shumë për këtë vend. Edhe luftën e fundit ka qenë shumë I organizuar. Atë ka pas disa dëshmorë që kanë dhënë. Po edhe I përgatitëm për këtë luftën e fundit. Një fshat shumë I mirë. Ka qenë ato momentet më të vështira në jetën tënde që I ki përjetu? Pas vështirësia para luftë, po tash bisedojmë këtë temë, se unë kam qenë dhe I plegun gjatë luftës. Gjë më vështirë ka qenë ajo, se ka qenë një rast si kemi rënë prit të forcave serbe, edhe aty kam marrë një plagë të rënë, po për fat mirë kam shpëtu. Aty mu ka vrarë djali Hoxhës, edhe një nepi I një fshatit tjetër më thënë. Aty dhe kanë me të vrarë, besone që është I plegun, kum shpëtu dhe jam ku jam sot. Sot edhe I fort dukesh. Po. Me që ra fjala të që ke invalid apo? Po, invalid lufte, po. Sot e gëson këtë drejt? Te dikon. Te dikon. Si e sheh këtë gjendjen që nuk është për mu lavdru shumë me veteranët, me invalidët e luftës? Po këtë je bo shumë e mirë. Veteranët edhe invalidët janë me të ana shumë edhe. Edhe pse njerëz për shumë kritika janë bo shumë veteran, jo të rrejshëm, në rregull janë bo shumë. A mund të hiqin ata, s'mund të hiqin. Por kur s'un kam hiq. Po këta që janë të vërtet, ku do të jesin? Që një pjesë e tyne janë kanë vdek, një pjesë e tyne kanë me në gjende shumë të rëndë, e s'po për invalid, që invalid më tash janë gjende më të rëndë, do nuk e kanë kamën, dorën, kanë probleme shumë shëndetësore. Kështu që këta kanë me të anësh për të cilat qeveri, po edhe të ke qeveria fundit. Këta shko për kritikon një qeveri, as ata s'kanë ba, pa as ata as jo. Për këtë temë nëse folëm, as një qeveri nuk ka punu së dorë. Bile janë anëshkalu të gjithë. është thënë që duhet pastrohet lista, pastaj duhet ndryshimin të pagesa, domethënë veteranë, gjithashtu domethënë pjesëtar të luftës. Si e ke pa këta duhet gjithçysh të pastrohet kjo listë, domethënë ata që meritojnë duhet me qenë. Po, fakt ja. Ne I pajtojmë me këtë temë, po është problemi që kur të me pastro. Nëse nisë mu pastro kjo listë, do shumë punë. Kjo nuk është problem më kry. Me sa kam informata, as në kërësis kanë mujtë këtë listë me pastro. Unë ishte shumë ai fortë se na. Ne nësa presim të ta pastrojmë listën, atër kjo s'ka mu pastru kur. E këta veteranë, që janë kumëllimi të veteranë që kanë qenë taman, luftëtarë, këta kanë me të anash. E këtë du të mirët me këta. Shpeshene për tema, ku të fulim me njerëz, po të rrejshmë në regull të kuptoj, po me qëtan kush më marrë tash. Kjo pak qëllimisht për motë edhe për qeverisë, që jetit pastrojët lista. Unë kësha besu kështu. Bane ligjin, në regull. Edhe të qaj që e zonë, masane, që ka hinë që pa qenë veteran, atër jepen një dënim merituar. Bane ligjin dhe, në fundit, tani nëse nuk ka qenë veteran I vërtet, bane një ligjë me dënim. Që me tolla, po me borgë. E jo milion veteran të që kanë qenë luftëtarë që kanë gjithë shka për këtë vend, me mitë mua në shkallu krejt. Me mitë 170, 200 nuk e di sa I morën, po kanë qenë shumë të. Dikush për dhe të ka familje, ka njerëz që I tërë me qëtë pagë. A e dhe që në bjetën, a e dhe. Për fullin për invalid luftës, që tash ka një pjesë që kanë në gjimëtyrë të trupit, edhe vetëm për problem, për shembull, unë jam I plegu në krah, po për shembull, me shëndet nuk jam mirë, se kam pas gjakdhjet të madhe. Pi vuj pasojat, që 25 vite. Kush mirët me mu vetë, du me qenë një biznes të vogël, për zëren, pisa I këmë tu, edhe me mbjetu. Që nuk e kjetë letë me punu, në gjendjen dhe më të shëndetësore, këto plagë hala vazhdojnë me qenë... Shumë. Bile tash,
e mosha sa ma e vjetër, ato veç pa vinë të thëllu, vëdhe. E tash kush kujdes për mu, për familjen do të vetë. Vetë do të kujdes për. Sa ka dëshpëru këto në vendin tonë? Ka të shpor shumë. Dhe për shemë shumë flitet për shumë tema, ku vje punët për invalid, për veteran shumë pak, e heq. Nësë sinu shumë patriota, e përkromu që kënë, me flamuar, kënë regull, janë pajturën më të punë. Jo veç me flamura, të du përko, nëse ka qenë o nëse te invalid luftë. Respektue, nëse shkun për shemë një komend, unë kom qenë veteran, e kështu, ti i rajshëm je, komentëm i nej, a për di që i rajshëm ju, pse me komentën, do është e eroni ko plagë. Po, adin na i si publik shumë, thash, shumë kritikujmë pa vedija, pa njof njerën, së ku shumë, edhe veç komentujmë që të që kjo veteran i rajshëm, mu besaj s'ka qenë veteran i rajshëm. Ata të rajshëm së komentujnë. Se para gjikojmë shumë, edhe nëse një person ka dhënë, ka kontribuar shumë gjatë luftës, e i thajmë një veteran i rajshëm është. Që një tim, më pëlqen një koment njënë që u tash që ofendu Granit Gjaka, njënë tha kur na si popull i shojmë e ofendujmë veteranët e invalidëve, për Granit Gjakën na si morëm atë pjesë, apo den. Që si ti pa jem na, apo den. Kjo për ne për na kushton, për na kushton shumë, apo den. Unë gjithmonë po them, te invalidët e veteranëve pak ka bo ky vend, pak i respektojmë, jo vetëm që kam qenë, po edhe të tjerë që kanë qenë. Pak shumë po. Do të pak, ju tash, shka të fulle e pak për këtë përën, jo për vetës jam të funë, për përgjësi jam të funë. Qa kështë dash ti si veteran, si invalid i luftës, dhe më thënë me pas ndryshim, përgjithësi për gjithë këtë kategori? Po qërë, po këtë do të më bo për shemë një ministri, më mërëmeni mu ashtu, vetëm për këtë pjesë, për luftë, për shemë, për invalid dhe për veteran, një ministri, edhe më morë vetëm me këtë qeshtë. Një pak më të mirë, edhe më përkujtes pak më shumë, që ko njerë si thash, janë mirë për shumë pak ambador, ati do një ndim ma madhe. Jo vetëm një pak nëse e pa ti, një ndim pak ma madhe. Po, thash me ndim e u kështu që do të përthash një ministri vetë që më bo vetëm për këtë invalid dhe veteran. Se ndërëm që të bëhet një zgjidhje sa më shpejt, me që e meritoni, jeni krau luftës edhe e pritni një merit ma të mirë, jo kjo që është këndgjendja. Turoj të shëndet, faleminderit shumë që ndajteni të sobës nga jeta. Faleminderit juve, e përshëndes. Turoj shëndet, ma të mirat në jetë.